një koalicion dhe me ardhjen e Donald Trump duke sikur zoti Kurti nuk e ka shumë mirë me administratën e re amerikane. Kritika i ka patur të drejtë për drejta nga Richard Grenell, por edhe nga djali i zotit Trump personalisht. Anësia ta për shtetin e pavarur, po ai nuk ka votat zotrit. Ç'më duhen mua që thot djali i Trumpit, ata nuk kanë vlerë fare me pavarësinë e një shteti. Por Kurti nuk ka votat, po të kishte votat kishte bërë qeverinë. Dhe opozita, që është një lloj me të, domethënë partitë shqiptare nuk i pranojnë bashkëpunim. Shumë bëhet pyetja. Çdo ndodhi në qoftë se të gjitha partitë e shqiptare në këtë vend nuk pranojnë bashkëpunojnë me Kurtin. Ka që shloja që tjerët janë kotë. Atëre çdo ndodhi, të shikojmë se është Vjosa Osmani. Të shikojmë, unë them bashkojnë zyra të reja. Jo kam thënë njerë, po e përsëris për së dytë. Interesante kjo pikë. Ndërkohë, avokat, duat kaloj edhe te një pyetje e fundit për ta mbyllur, rikthehemi përsëri te zgjedhjet në Shqipëri. Ditën e sotme policia ka arrestuar një person në Lushnjë, i cili është arrestuar pasi ka patur denoncime ndaj tij se në emër të PD-s donte të jepte 500 euro për një familje që të jepte votën. Shitblerja e votës është e vërtet në Shqipëri, është aq e madhe sa thuhet, apo është një mit për të justifikuar humbjet nga partitë të ndryshme politike? Të shohim se çfarë lloj arresti është. Po është arrest profesional, me ndjekje, atëherë kuptohet që Spaku po ndjek shitblerjen e votës. Spaku, unë i kam të dhënat që do ta marrë shitblerjen e votës në fushatën elektorale që vjen. Dhe do na shpëtoj nga një gjë më e madhe që kemi këtu, që blehet vota. Shitet dhe blihet vota. Por në qoftë se këtë e ka kapur Spaku, do ta shikojmë, nuk e dim. Po unë ju them që Spaku e ka në platformë që do merret, edhe e ka deklaruar, më duket, në një rast, do merret dhe me shitblerjen e votës. Shumë mirë, se Spaku nuk e drejton ne, e drejton politika amerikane. Mirë, në fund të kësaj bisede